Njeriu ekzekutua me pistolet sapo zbriti nga mjeti i tij tip Ford Focus me targa të huaja. Ngjarja ndodhi mes një bloku pallatesh në lagjen 18 të qytetit të Durrësit. 27 vjeçari Refik Lila u dërgua me shpejtësi në spital, por nuk i mbijetoi 3 plagëve të marra në trup. Në vendin e ngjarjes, ekspertët gjetën 3 gëzhoja dhe pistoleten me të cilën është kryer ekzekutimi. Nga dëshmitarët u zbulua se autori ishte Ardit Hyska, i cili edhe u arrestua. Nga tërësia e veprimeve procedurale dhe provave shkencore të administruara në vendin e ngjarjes, u identifikua si autori dyshuar i saj 28 vjeçari Ardit Hyska, lindur në Tiranë dhe banues në Durrës. Të shokuar kanë reaguar familjarët e Hyskës. Ata thonë se arrestimi u bë në spitalin e Durrësit, gjatë kohës që po qëndronte me të atin e shtruar prej disa ditësh. Jo, fare, asnjë konflikt. Ne kemi sot një javë që jemi në spital gjithë ditën, sepse baba vetë është smur. Është në gjendje të rëndë, në reanimacion. Ka dalë me mu për shtëpi natë dhe nëse ato duhen me vërtetu tamam janë kamerat e spitalit. Nga të dhënat e drejtanishme, sherrri midis autorit dhe viktimës ka ndodhur për shkak të një konflikti të hershëm për një femër, por i dyshuari për vrasjen para policisë ka mohuar autorsinë. Ai u tha hetuesve se as nuk e njihte personin për të cilën e akuzonin. Ardit Hyska ka qenë më parë i dënuar me 2 vjet burg për plagosje.